Që do humbi? Okej, në këto hapa që po ndjek çështja Veliaj, a ka mundësi që ai të lirohet në një masë më të butë, sigurie, ose në shtëpi, ose në Ilir? Po. Duke u mbledhur tërësi e fakteve, para kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e ka lënë në detyrë. Pra sot është kryetari i bashkisë. E dyta, kemi një vendim unifikues gjykatës lartë që thotë verifiko masat e tjera të sigurimit, provat e tjera, që pse masat janë të papërshtatshme. Shifen rrethanat, faktin që hetimet kanë përfunduar, pra çështja është në gjyq, Velia mund të përmbadhet me gjykatën, me një masë tjetër. Nuk e shoh asnjë do të jetë masa më e mirë për të, edhe besoj nuk është tani të flasim vishëm nga realitet, nuk është një djalë rrugatsh ordiner që e krijojnë problematikën duke qenë në burg, jo me jashtë burgut. Nuk rinë dot ata, po pa sfiduar ligjin. Por të shkojnë në karrigen e kryetarit bashkisë, kjo është shumë e rëndë. Unë e shoh për te momentit. Në rreth shtëpie, të shkoj, të kërkoj vetë të pezullohet, janë shumë vepra atje, e dyta mund të Gjykata kushtetuese e la në fuqi. Po nuk e prit njeri se gjykata kushtetuese nuk është marrë me thelbin e gjithë problemeve të Shqipërisë, të ri atje dëgjohet kur flasim ne, mbajë shënim, bën mirë me që është ditë e mirë sot. Gjykata kushtetuese nuk ka konstatuar për anë kushtetues kodin zgjedhor. Edhe dalin prandaj dhe tani na bëhen kështu kryetar institucionesh për të tjera, ti lëm këto tani. Ne duhet bëjmë gjykatë kushtetuese për kushtetutën. Nëse gjykata kushtetuese do dali gjykata e pushtetit, atëherë është gjë tjetër. Edhe ne gjykojmë, edhe ne dim, po ato librat si ata kemi lexuar, fakti që sot mund të më emrojnë mua diku lart, zotot se do bëhem mas 2 orësh, jam burr më i mirë se tani që po flas. Okej. Karanja? Masa e sigurisë në arrest të shtëpie do ishte më e mundshme? Mendoj duke pasur parasysh në tërësi kriteret. Pra kriteret vendimin e mparshëm gjykatës kushtetuese, e dyta këtë vendim gjykatës kushtetuese, mbarimin e hetimeve, domethënë se çështja është në gjyq, mund të jetë në gjendje tjetër mas. Por ky vendim i gjykatës kushtetuese është praktik për gjithë. Urojmë që kjo të shtrihet edhe ndaj qytetarëve tjerë. Edhe s'ka shafatin fakt për Veliaj për i ke burgjet plot. Pra sot kemi një ka kryefamiljar, ka kryefamiljar dhe kemi nga 2016 dhe sot me reformën në drejtësi që u bërë reforma me njofjen e vendimeve të Strasburgut, janë burgjet plot me 3 gram shash, me 3 gram hashash, me 3 gram kokainë. Pra duhet sidomos për gratë. Sidomos për burgu grave plot. Burgu grave plot, tash duhet të shikohet masa tjera sigurimi. Pra ne kishim një vendim të kolegjeve që duhet të jetë pra, domethënë s'duhet parë ngushtë. Te rasti Veliaj, unë jam i mendimit që duhet dyshohet masa e sigurimit, qoftë arrest shtëpie, siç thotë unë mendoj arrest shtëpie është Romeo ose ndonjë masë tjetër, por duhet të bëhet urgjentisht një politikë e re penale lidhe me masa e sigurimit dhe me masat e dënimit. Pra, domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Në këtë moment që diskutojmë, ne s'kemi pse themi jo mbyllim hapim burgjet, por gjykatat që i kemi burgjet me probleme, i thash duroni sa të fillojnë të futen burg këto të korruptuarit, atëherë do kthehet vëmendja ke burgu. Tani burgjet janë me kontrollet fleshe, për gjë tjetër. Pra, tani që ranë hall me procedurën penale të korruptuarit, tani do shihet më e zbutë dhe më nga aspekti human. Po duhet prekur qytetarin. Ju thash atyre, pa vajtur ujit e këmbë të këtyre nuk reagojnë këta. Tani po reagojnë politika, reagojnë që politika është mësuar ta marrë ligjin mbas vetes, edhe si fustani që jeri ngushton një zjeron. Janë dhe burgjet i qepës si mbas modelit. Edhe fortë është një pjesë këtyre që janë burgi, e tenderet i kanë bo vetë, tenderet e burgjeve, të më në kuptimin që... Jo, edhe reformën e kanë bo vetë. Po, edhe reformën... Me ato ligjet që kanë bo vetë, po të nojnë, po nuk e kanë besu. Edhe me ligjet që kanë bo vetë, se shihen për shumë defektet të ligjet e reformës, janë ligjet e për masat e sigurimit. Pra, duhet të përcaktohet në mënyrë qartë, nuk ka nevojë të bëhet gjithë kjo lëvizje kushtetuese, kur gjërat janë qartë. Tani ke pjesa tjetër, sa ty ke xhami e kanë fut kot. Unë isha... Po, se e kam atë dhe pa tjetër... Unë isha pardje, isha një gjykim, gjykatë speciale, ishe gjykim tjetër, s'kishe lidhë, ishe për shpifje dhe kështu. Në sallën ku isha unë, ishte kafazit xhamit, se janë bërë gjitha me kafazit xhami. Tani, ato janë bërë, nuk janë bërë, se është bërë salla vetëm për erionin edhe për metën.
Ai ka pasësh atje në sallë, ato salla kanë. Jo, ka dhe salla që nuk janë me xhamin, apo jo? Ato salla janë standard. Pra është